se kompani celulare. Ja këtë herë prej kosh në një piranja që vetëm kërkojnë të hanga shqiptarët, me tentativat për të përfituar nga qepat e qytetarve. Mendoj loj turqesh për t'i furtujur në grep, e më pas nuk u japin shërbimin e premtuar, por ju rritin tarifat. Vodafone, a i du të gjatë të pakët. Vjen me vetije. Me gjithat, të gjithë jemi të vetishëm, që rekon në fushën në mashtrimit dhe gabitis qytetarve mban Vodafone Albania, e cila du t'jetë se që kur ka nisur bashkë punimin me diramën, nuk kurse e duke gënjyër shqiptarët. Vodafone, a i du të t'jam të pakët, të t'jam të pakët. Vodafone duket hapur, MSA duket për këpajo ka kërkur, edhe reagimi nga Shqipëria gjithashtu edhe për turisit janë të lodhur nga shvatjet dhe tarifat e larta, të cilat populli shqiptar nuk mund t'i përballoj dot. E pavarësisht se abuzimet janë shqiptare fare, por sëri shqiptarët nuk e ngrenë zërin sa që duhet, përveç se disa denoncime që mbërrin në redaksin dhe jo shalbar. Të pakët, të t'jam të pakët. Vodafone, vjen me vetije. Por sot, me sa duket një qytetar ka vendosur të protestoj, edhe më shumë a i ka shkuar pron zyrës që ndrohet Vodafone Albania, me ka tjerë gishtin e mesit a i kodinës, duke treguar edhe një herë të minë madhë që kompania i ka për ekonomisë shqiptarve. As që nuk ka ndryshuar nga shvatja e kompanisë, por shihet që është hapi pari pak nga qësis së qytetarve.